Çështjet e pronave, por edhe trajtimi i tyre vazhdojnë ende të mbeten thëmbra e akilit në sistemin gjyqësor të Vlorës. Durim Bajramaj, kreu i dhomës së avokatisë në Vlorë, thotë se koklavitja që është bërë çështjeve të pronave ndër vite vjen nga sistemi politik në vend, i cili sipas tij ndër vite ka prodhuar ligje që i japin të drejtë të dyja palëve në konflikt. Sipas Bajramajt, për një çështje pronash, njëra palë ka të fituar me ligjin 7501, ndërsa pala tjetër nga ligji për kthimin dhe kompensimin e pronave, teksa sipas tij kjo gjë vën në vështirësi gjyqtarët se kujt do t'i japin të drejtën e pronësisë. Kjo gjë sipas tij bën që për një çështje pronash të arrihet deri në konflikt fizik dhe madje edhe tek shkrepja e armës. Ka rënë sistemi, sepse sistemi politik prodhon ligje që favorizojnë të dyja palët në gjykatë. Kemi nga shteti shqiptar në periudha të ndryshme të kohës kanë dalë ligje që favorizojnë dy persona. Vinë në gjykatë dy persona dhe të dy kanë të drejtë. Njëri e ka marrë tokën me ligjin 751 dhe njëri e ka fituar po atë tokë me ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave. Dhe është gjyqtari tani që duhet të vihet në vështirësi se kujt do t'i japi të drejtën. Pra, ky sistem i kalbur shqiptar, kjo politik e qelbur shqiptare, ndër vite ka prodhuar ligje që jemi në këtë deregje sot dhe ka futur gjithë popullin shqiptar në ngërç, që sot shqiptarët e shikojnë zgjidhjen te gryka e armës, që është katastrofë. Durim Bajramaj, kreu i dhomës së avokatisë në Vlorë, konfirmon faktin se në gjykatën e shkallës së parë po gjykohen dosje të pronave që i përkasin vitit 2010, teksa thot se në Vlorë ka një volum tepër të lartë të çështjeve të pronave, të cilat trajtohen apo janë ende të patrajtuara. Sipas Bajramajt, qytetarët prej 20 viteve, por edhe më tepër, po ende në dyerve të gjykatave, duke mos gjetur drejtësi. Sigurisht që ka volum çështjes në Vlorë. Vlora është një nga gjykatat kryesore që trajton me dhjetra, me qindra kërkesa dhe kërkesë pa di me objekt për pronat. Kuptohet që do kohën e saj, reformat që janë bërë, reforma në drejtësi dhe reformat në hartën gjyqësore e kanë shtuar kohën që duhet për të zgjidhur një proces. Ne kemi çështje që janë të vitit 2010 akoma në proces. Llogarisin sot jemi në vitin 2025, kanë nga 15 nga 16 vite shqiptarët që për çështjet e pronave sorollaten nga një gjykatë në gjykatën tjetër. Fillon gjykatën e shkallës parë, shkon në gjykatën e apelit, në gjykatën e lartë, gjykata e lartë e prish, e rikthen për gjykim në gjykatën e shkallës parë. Ndërkohë që edhe vetë reforma në drejtësi ka prodhuar një sër anomalish në qytet, duke shtuar fluksin e dosjeve të pronave dhe mbi të gjitha kozgjatjen e procesit.